Ky është horoskopi për ditën e shtunë, datë 28 shkurt 2026. Faleminderit që na ndiqni. Të ndjekur horoskopin e ditës së sotme, shikoni video tona të rubrikës Horoskopi ditor. Faleminderit që na ndiqni. Bëni like, share dhe subscribe. Dashi. Kjo ditë ju gjen me energji të lartë, por sfida është si ta përdorni. 28 shkurti është ditë konkrete, jo për fjalë të mëdha. Nëse keni një email që ende duhet dërguar ose një telefonat që keni shtyr prej ditësh, sot është momenti ta bëni, mos prisni për momentin perfekt. Në financa, shmangni blerjet impulsive në fundjavë, sidomos gjërat që duken super ofertë vetëm për sot, po ju tundon adrenalina e momentit. Në çift duhet të shmangni debatet për gjëra të vogla. Nëse partneri ka pasur një ditë të lodhshme, mos e ktheni çdo koment në duel. Nga ana tjetër, beqarët mund të kenë një flirt spontan, ndoshta në një ambient pune ose palestër. Mos u tregoni shumë dominues që në fillim. Lëreni pak misterin të bëj punën e vet. Shëndeti kërkon më shumë lëvizje. Nëse rrini gjithë ditën ulur, mbrëmja do t'ju gjejë shumë të tensionuar. Ecje 20 minuta ose pak aktivitet fizik që t'ju mbajnë në balancë. Dhe më pak kafe pas orës 4. Demi. Kjo është një ditë organizimi për Demin. E shtuna ju jep mundësinë të rregulloni diçka praktike, dokumente, pagesa ose të bëni plane mujore. Në vend që ta lini për javën tjetër, sot mund ta mbyllni këtë gjë me qetësi. Kënaqësia që ndjeni kur çdo gjë është në vendin e vet ju jep siguri. Financiarisht është momenti mirë të kontrolloni shpenzimet e muajit. Mund të kuptoni ku po rrjedhin para pa e vënë re. Dikush mund të kërkoj këshillën tuaj sepse ju sheh si një person të qëndrueshëm. Jepeni mendimin me qetësi pa u përfshirë emocionalisht. Në dashuri, çiftet duhet të flasin për plane konkrete, një udhëtim, investim ose organizim të përbashkët që t'ju sjellë më pranë. Nga ana tjetër, beqarët mund të njohin dikë përmes një situate praktike, por duhet të hedhin hapa të ngadaltë. Mos e gjykoni personin nga pamja e parë, thellësia vjen më vonë. Shëndeti lidhet me ushqimin, mos e teproni me gjërat e rënda në mbrëmje. Stomaku juaj është më i ndjeshëm kur jeni të stresuar, më shumë ujë dhe më pak ëmbëlsira. Binjakët, sot jeni në elementin tuaj, lëvizje, komunikim dhe informacione. Dita sjell një telefonat interesante ose mesazh që hap mundësi, por mos u shpërndani në 5 drejtime njëkohësisht. Zgjidhni një prioritet dhe çojeni atë deri në fund. Në financa mund të shfaqet një ide për të fituar më shumë përmes komunikimit, si shitje apo promovim, por analizoni sa kohë kërkon realisht. Një bisedë e zgjeruar me personin e duhur mund të bëjë diferencën. Mos keni frikë të shprehni mendimet, por i shprehni të strukturuara. Në çift duhet të shmangni ironinë. Jo çdo gjë është për shaka. Partneri mund të kërkojë pak më shumë seriozitet sot. Beqarët kanë shanse të mira për njohje përmes internetit ose një dalje spontane. Flirti është i lehtë për binjakët, por mos u zhdukni papritur. Shëndeti kërkon pushim mendor. Më pak kohë në telefon para gjumit. Kaforja. Dita ka energji më të butë për ju, por shumë premtuese. Është si një ndjesi kur mbyllni javën me ndërgjegjje të pastër dhe thoni ja dola. 28 shkurti ju jep mundësinë të sqaroni një situatë që ju ka rënduar emocionalisht. Një bisedë e sinqertë mund t'ju lehtësojë më shumë se ç'mendoni. Në financa është momenti të mendoni për sigurinë afatgjat. Ndoshta të planifikoni një shpenzim të mençur për shtëpinë. Gjërat praktike ju japin qetësi. Dikush mund t'ju falenderoj për një ndihmë që keni dhënë më parë. Mos e nëvlerësoni ndikimin tuaj. Ju shpesh jepni shumë pa bërë zhurmë. Në dashuri, çiftet do të planifikojnë diçka të bukur për fundjavën, një darkë në shtëpi, një film apo shëtitje. Afërsia arritet kur jeni të pranishëm emocionalisht për partnerin. Beqarët kanë një energji tërheqëse, sidomos nëse tregohen natyral dhe jo të rezervuar. Një njohje mund të vijë në një rreth miqsh ose familjarësh. Shëndeti përmirësohet kur kujdeseni më shumë për gjendjen emocionale. Mos i mbani emocionet brenda, por flisni, shkruani ose dilni për ajër të pastër. Luani. Sot shkëlqeni në mënyrë elegante. Dita ju jep një ndjesi vetbesimi të qetë, jo dramatik. Mund të merrni një kompliment, një vlerësim ose thjesht të ndiheni mirë me veten, dhe kjo është mjaftueshëm. Është dita të kujtoni sa larg keni ardhur. Financiarisht, një ide kreative mund të kthehet në diçka fitimprurse nëse e merrni seriozisht. Mos e lini si plan do ta bëj një ditë. Një takim ose bisedë mund të shkojë shumë mirë nëse hyni të përgatitur. Njerëzit e ndjejnë kur ju flisni me vetbesim.
Në dashuri, çiftet kanë nevojë për pak argëtim, jo gjithçka është diskutim serioz, qeshni bashkë dhe bëni diçka spontane. Beqarat tërheqin vëmendje lehtësisht, një dalje e thjeshtë mund të kthehet në njohje interesante. Shëndeti lidhet me energjinë tuaj, një aktivitet i lehtë sportiv para fundjavës do t'ju bëjë të ndiheni fantastik, dhe mos harroni të hidratoheni, shkëlqimi vjen edhe nga uji. Virgjëresha. Dita ju jep një ndjesi përfundimi, është si të vendosni pikat mbi i në fund të javës. Mund të merrni një detyrë, të sistemoni një çështje ose të organizoni diçka që ju ka shqetësuar. Kjo do t'ju jap një ndjesi kontrolli. Në financa është momenti i mirë të rishikoni buxhetin me qetësi, pa u stresuar. Nuk është nevoja për perfeksion, por qartësi. Një detaj që ju vini re mund të shmang një gabim të madh. Në marrëdhënie, përpishuni të mos analizoni çdo fjalë. Partneri ka nevojë për praninë tuaj, jo për kritika, edhe nëse ty të duken konstruktive. Beqarët mund të njohin dikë që i bën të ndihet të sigurt dhe të kuptuar. Mos e vendosni menjëherë në provë këtë lidhje, por lërini gjërat të rrjedhin natyrshëm. Shëndeti përmirësohet duke ulur tensionin mendor. Nuk duhet ta merrni punën me vete në fundjavë. Mbylleni laptopin, lini telefonin më njanë dhe përgatituni për 2 ditë më të qeta. Një darkë e lehtë dhe gjumë i rregullt do t'ju bëjnë të ndiheni shumë mirë. Peshorja. Dita ju jep një ndjesi harmonie që paralajmëron fundjavë të bukur. 28 shkurti është ditë të rregulloni marrëdhënie dhe ta mbyllni javën me energji pozitive. Nëse ka pasur një keqkuptim të vogël, është momenti ideal ta sqaroni me qetësi. Fjalët tuaja kanë peshë nëse thuhen me diplomaci, dhe ju diplomacinë e bëni më mirë se kushdo. Në financa mund të gjeni një zgjidhje të zgjuar për një shpenzim që ju ka shqetësuar, ndoshta një alternativë më ekonomike ose një plan më i strukturuar. Bashkëpunimet shkojnë mirë sot. Nëse keni një takim, ai do të jetë në favorin tuaj. Në dashuri, çiftet do të ndihen më të afërt sepse do të ndajnë planet për fundjavën. Edhe një kafe e qetë bashk mund ta rikthejë balancën dhe harmoninë. Beqarët kanë shanse për një njohje mes miqve ose një dalje sociale. Shëndeti kërkon balancë mes pushimit dhe aktiviteteve. Një shëtitje në natyrë do t'ju bëjë mrekulli, dhe sot mund ta lejoni veten me një ëmbëlsirë të vogël pa u ndjerë në faj. Akrepi. Sot ndiheni më të fortë emocionalisht. Diçka që ju ka shqetësuar gjatë javës do të qartësohet. 28 shkurti ju jep mundësinë të merrni kontrollin pa pasur nevojë për drama. Qetësia është arma juaj më e fortë sot. Në financa mund të merrni një lajm pozitiv ose konfirmim për një çështje që ka pritur përgjigje, edhe nëse nuk është diçka e madhe, është hap përpara. Një projekt që kërkon përqendrim do të ecë më mirë nëse i shmangni këto shpërqendrime. Në dashuri, çiftet do të kenë momente pasioni dhe afrimiteti të thellë. Mos lini xhelozinë e vogël t'ju prish humorin. Beqarët do të riqen nga dikush me karakter të fortë dhe një bisedë e sinqertë me ta do të jetë më tërheqëse se çdo lloj misteri. Shëndeti kërkon më shumë çlodhje mendore, një dush i ngrohtë, pak muzikë relaksuese dhe gjumë më i hershëm, ju përgatisin për një fundjavë energjike. Shqetëtari. Energjia juaj sot është optimiste dhe ngjitëse. Dita ju jep një dëshirë të planifikoni diçka argëtuese, mos prisni ftesa, por organizojeni vetë. Ju jeni ata që ndezin atmosferën. Në financa, një ide për të fituar më shumë lek mund të duket interesante. Në dashuri, çiftet duhet të dalin nga rutina. Një aktivitet spontan do t'ju afrojë më shumë me njëri tjetrin. Nga ana tjetër, beqarët do të kenë shumë shanse për flirt, sidomos në ambiente sociale. Vetëm mos premtoni gjëra që nuk jeni të sigurt se doni t'i mbani. Shëndeti lidhet ngushtë me lëvizjen. Mos qëndroni brenda ose ulur gjatë gjithë ditës. Trupi juaj ka nevojë për ajër të pastër dhe pak diell. Fundjava premton energji të mirë nëse kujdeseni më shumë për veten dhe shëndetin tuaj fizik e emocional. Britsjapi. Kjo e shtunë për ju nuk është për të fjetur deri në drek, edhe pse do ta meritonit, por për të bërë diçka që ju jep ndjesinë e kontrollit dhe progresit. Dita ju gjen me mendjen tek organizimi i javës që vjen. Mund të uleni me një kafe në mëngjes dhe të planifikoni gjëra praktike, takime, pagesa apo objektiva që ju shqetësojnë. Financiarisht është ditë e mirë të analizoni shpenzimet e muajit, jo me stres, por me logjikën e ftohtë që ju karakterizon. Mund të kuptoni që duke prerë një shpenzim të vogël mujor, kurseni më shumë se sa po mendoni.
Në dashuri, partneri ka nevojë për praninë tuaj emocionale, jo vetëm për sigurinë që ofroni. Planifikoni diçka të thjeshtë por cilësore, një darkë në shtëpi, një shëtitje në mbrëmje apo një kohë së bashku. Beqarët mund të njohin dikë përmes një ambienti profesional dhe përmes miqve. Mos e nisni si intervistë pune, pak humor do t'ju bëjë shumë mirë. Shëndeti kërkon çlodhje të muskujve dhe shpinës. Nëse gjithë javën keni qëndruar ulur, sot duhet të lëvizni, edhe 30 minuta ju bën mirë. Ujori. Sot ju jeni të frymëzuar, dita ka energji kreative, mund të merrni një ftesë spontane ose të organizoni vetë diçka ndryshe. Në financa mund të lind një mendim për të fituar përmes aftësive që keni, ndoshta diçka kreative, digjitale ose teknologjike. Sot është dita për plane, jo për të ndërmarrë zishe. Nëse punoni dhe të shtunën do t'jeni më produktiv në ambientet jo formale, në kafe apo një hapësirë ndryshe nga rutina. Në dashuri, çiftet përfitojnë nga aktivitetet që i nxjerrin nga monotonia, film apo takime miq. Beqarët kanë shanse të mira për njohje përmes rrjeteve sociale ose një aktiviteti në grup. Energjia juaj origjinale i tërheq të tjerët pa u përpjekur shumë. Shëndeti lidhet me mendjen. Bëni pushim nga ekranet për disa orë. Sytë dhe sistemi nervor ka nevojë për më shumë ajër dhe qetësi. Peshqit. Kjo e shtunë është e bukur për ju. 28 shkurt ju fton të ngadalsoni ritmin dhe të bëni diçka që ushqen shpirtin. Mund të jetë muzikë, art, gatim apo kohë cilësore me dikë që ju kupton. Sot nuk keni nevojë të nxitoheni. Financiarisht shmangni tundimet emocionale. Një blerje për të pasur humor më të mirë mund të duket ide e shkëlqyer për momentin, por mendojeni 2 herë. Nëse keni një talent kreativ, është dita ta zhvilloni, jo për ta nënvlerësuar. Në dashuri, çiftet mund të përjetojnë një moment shumë të ngrohtë dhe të afrueshëm. Një bisedë e thellë ose ndarje e kujtimeve të përbashkëta rikthen emocionin në çift. Beqarët mund të ndjejnë një lidhje të papritur me dikë në një ambient të qetë, jo domosdoshmërisht në festa, por ndoshta në një kafe apo aktivitet relaksues. Shëndeti kërkon balancë emocionale. Shmangini dramat dhe lajmet negative sot, zgjidhni qetësinë tuaj.